Gjermania pritet të vërë në funksion në këtë javë sistemin e saj të parë të mbrojtjes raketore me rrezet të gjatë. Veprimi Arrow 3 duke shënuar dhe vendosjen e parë të këtij sistemi jashtë Izraelit. Sipas mediave gjermane, mburoja do shpallet operacionalisht e gatshme në një konfigurim fillestar të mërkurën në bazën ajrore rreth 40 milje në jug të Berlinit. Qeveria gjermane vendosi në 2023 të blejë 3 bateri të sistemit raketor izraelito-amerikan Arrow 3 si pjesë e angazhimit të ri për rritjen e kapaciteteve mbrojtëse pas pushtimit rus të Ukrainës. Çdo bateri përfshin 4 hedhës dhe secili hedhës mban 6 raketa të gatshme për zjarr. Vlera totale e kontratës arrin në rreth 4 miliard dollar. Sipas prodhuesit izraelit, vendosja e parë po realizohet sipas afateve të përshpejtuara të parashkruara që në nisje të procesit të prokurimit. Në konfigurimin përfundimtar planifikohet që sistemi Arrow 3 të vendoset edhe në veri të Gjermanisë dhe në Bavari në jug, duke krijuar një mbulesë të gjerë territoriale deri në fund të dekadës. Aktivizimi i kësaj jave përforcon rolin e Gjermanisë si promotore mbrojtjes ajrore në Europën perëndimore, veçanërisht pas nismës European Sky Shield Initiative të vitit 2022, një nismë që tani përfshin 24 shtete. Raketat interceptuese Arrow 3 kanë një rrezë veprimi prej rreth 2400 kilometrash dhe veprojnë në një tavan prej 100 kilometrash, duke e goditur raketa balistike gjatë fazës së tyre të fluturimit në hapësirë në afërsinë e testuar disa herë në lindjen e mesme.